Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka reaguar sërish lidhur me debate për projektet në zonën e Zvërnecit dhe ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura në një intervistë për Vanity Fair Italia. Rama ka sqaruar se ndryshimet ligjore nuk kanë lidhje me investime të veçanta, përfshira të përfolura në publik, por janë pjesë e procesit të parafrimit të Shqipërisë me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Ne kemi përshtatur legjislacionin ton me standarde europiane që parashikojnë nivele të ndryshme mbrojtjeje. Ka zona të paprekshme si delta e Lumivjosa dhe zona ku mund të ndërtohet gjithmonë duke respektuar standardet e EBE-s. Duke folur për çështjen e pronësisë në Bregdetin e Zvërnecit, kryeministri theksoi se procesi i transaksioneve është aktualisht i pezulluar deri në sqarimin e titujve të pronësisë. Tani transaksioni është pezull derisa të sqarohet pronësia e lishme e tokave që në Shqipëri mbetet një çështje delikate, që nga rënja e regjimit dhe rishpërndarja e titujve të pronësisë. Sapo të sqarohet pronësia, shuma do të paguhet atij që i takon. Sa i përket ishullit të Sazanit, Rama ka mohuar kategorikisht çdo plan për shitjen e tij, duke sqaruar se ai mbetet pronë e shtetit shqiptar. Është ishulli i Sazanit i cili i përket shtetit dhe nuk ka asnjë synim për ta shitur, po negociojmë një partneritet. Më pas do të nisim analizat mjedisore për të siguruar që natyra të mbrohet. Në të njëjtin intervistë, Rama është ndalur edhe te kërkesa e protestuesve që kërkojnë ndërheqjen e tij, duke deklaruar se qëndrimi i tij në detyrë lidhet me procesin e integrimit evropian. Për sa kohë do e ndiejë zjarrin e pasionit do të qëndrojë. Nëse Shqipëria do të pranohej vërtet në Bashkimin Evropian, mbledhja e parë si shtet antar do të ishte rasti më i bukur për të dhënë ndërheqje. Deklaratat vijnë në një kohë kur prej më shumë se 2 javësh qytetarë dhe aktivistë po zhvillojnë protesta në Tiranë duke kërkuar anulimin e projektit në Zvërnec dhe largimin e kryeministrit.